enterobakteriet janë të larta dhe aq më tepër pika e ngrirjes. Qumësh fshatare 1 dhe qumësh fshatare 2 mund ta ndihmoj regjia, ju lutem. Po. Njëri del me 11% ujë të shtuar dhe tjetri del te 25.4 ujë të shtuar, tregon që këtu kemi falsifikim. Dhe nuk e dim se çfarë ujë shtuar dhe ujë pusi ku do gjej? Ujë pusi, po si është gjendja ujtë pusit. Ujë me saplak. Si është gjendja ujtë pusit, ne nisemi për, domethënë, në aspektin e përgjithshëm. Edhe tjetër që enterobakteret janë të larta, tregon që ka probleme edhe me ujin, ka probleme edhe me llojin e ushqimit, me cilësinë e ushqimit që përdorin kafshët, kryesisht silazhet që ata përdorin. Me këtë përqindje uji, ky qumësh nuk do ishte pranuar në fabrikë. Fabrikat e qumshit bëjnë një kontroll sistematik jo vetëm të treguesve fiziko-kimik, dhe mund të pranojnë deri në 0,5% ujë, po jo më shumë. Kjo as që bëhet fjalë. Ky qumësh do ishte refuzuar, do ishte këshilluar fermeri, do ishte trajnuar, në qoftë se ai do donte bashkëpunim me fabrikën, derisa ai të vinte në nivelin e kërkesave të fabrikës së qumshit, ose do ishte skartuar. Megjithatë, neve kemi fermerë të mirë, nuk është se s'kemi fermerë të mirë, të cilët dinë të punojnë mirë, dinë të trajtojnë mirë kafshët, por unë mendoj që bashkëpunimi i tyre me fabrikat e qumshit është një lloj kursi për ata.